Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi ka denoncuar gjendjen e shkollës në fshatin Miz, teksa deklaron se godina vion të jetë në kushte të amortizuara dhe pas 4 vitesh premtime për rikonstruksion. Sipas Korreshit, banorët e zonës protestuan vite më parë për ndërtimin e shkollës, por nuk u mor asnjë mas ndërsa godina është degraduar më shumë. Deputeti theksoi se fëmijët detyrohen të ndjekin mësimin në shkollat e fshatrave fqinj, në Kryekuq dhe Divjak, çka sipas tij rrit kostot dhe vështirësitë për familjet pasi detyrohen të paguajnë transport. Ambienti vazhdon të degradon. Ne jemi rikthyer prapë për të treguar të gjithëve, edhe një herë shqiptarëve, se si është reforma në artësim. Dakor? Shkollë shtetërore, fshati Miz, Bashkia Divjak. Me shumë pak lek dhe me dëshirë të madhe nga bashkia, po dhe nga qeveria, që thotë reforma në artësim, kjo shkollë mund bëhet dhe po ja tregoj që klasat, urdhëro, tu kanë qenë kabinet sepse shikojmë dhe la amane, shikoj tani si është situata, se në çfarë drejtjeje, shikojmë tavanet, se si ka filluar të ranë, po ndërkohë që mund të ishin bërë shumë më mirë. Deputeti demokrat ngreh gjithashtu dyshime lidhur me funksionimin administrativ të shkollës, teksa deklaron se institucioni rezulton aktiv në dokumente dhe rrjete sociale, por sipas tij nuk dihet se ku ushtron aktivitetin realisht.